që kemi parë ato fatdroma, ç'bën ato fatdromat aty, se po ndërtohet kjo rruga, domethënë nga Elbasani deri në Librazh. Unë po them kështu, Spaku duhet të angazhoj inxhinierë dhe specialistë të mirëfillt të rrugëve, por edhe inxhinier konstruksionit të cilët duhet të japin detaje për megjithëse i ka projekti ato. Unë jam bindur që i ka projekti. Çfarë duhet përdorur? Po jo zhavorlumi. Një dhe e dyta, nuk mund bësh mbushje ti 10 metra me dhe pa vënë më përpara pilotat ose murin e betonit. I inkastruar në shkëmb. Nuk bëj fjalë për mur sipërfaqësor. Se një ditë të bukur mund të ndodhi që edhe këto murët, po që se nuk janë bërë brenda kritereve dhe standardeve, mundet që një ditë të bukur të palosën në të zënë në makinë poshtë. Shumë rrugë kanë rënë. Kjo është domethënë Qogus qafploç e një pjesë e investimeve të tjera. Unë po të them kaq. Përse nuk ka rënë rruga e Kombit? Terreni më malor i Shqipërisë, i cili në rajonin e Mirditës, të kuptomi drejt, e ka formacionin eroziv. Që rrëshket. Po që rrëshket, një lloj siç e ka rruga e Arbrit në Moris. Pra unë kam bërë shumë herë atë rrugë dhe kur tani që e mendoj, nuk kam parë, me thënë të drejtën. Po përse s'ka ndodhur? Tani unë nuk di ta shpjegoj. Përse? Megjithse nuk mirëmbahet si duhet, ka probleme mirëmbajtja. Sepse abuzohet, mirëmbajtja e rrugëve abuzohet në gjithë Shqipërinë, në gjithë segmentet. Firmat vetëm morin paratë dhe nuk mirëmbajnë, nuk pastrojnë kanalet e sipërme të rrugës, të cilat ngrumbëllojnë balte, grumbullojnë ujë dhe të cilat shërbejnë për degradimin e rrugëve, por gjithsesi domosdoshmë 2009 kanë kaluar mbi 15 vite që është ndërtuar rruga e Kombit. Nuk ka asnjë segment, nuk ka rrëshqitur asnjë segment. Qoftë edhe një mur mbajtës. Punuan mirë. Vetëm në vitin, mos gabojmë, në vitin 2007, në 2007-ën, për shkak të punimeve që pa të kryer një karburant në Betëja, atje në Pashkuar në Reps. Edhe atje prandaj Pashkuar në Reps kam përshtypjen. Po pra, prandaj ndodhi rrëshqitja. Ndodhi rrëshqitja sepse prehen skarpatin e malit. E prehen për të bërë ndërtime dhe një ditë bukur rrëshqiti mali se ishte prerë skarpata. Pra ishte gabim teknik i kompanisë private që bënte investimin privat për të ndërtuar karburantet dhe siç duket inxhinierët nuk e parashikuan këtë. Mendimi i inxhinierëve gjeolog me sa duket nuk ishte marrë dhe ndodhi ai hataja që doli komplet pika e karburantit nga ana e sipërme doli poshtë rrugës. Pra ndodhi rrëshqitja. Po jo e rrugës. Pra nuk ka rrëshqit shtrati i rrugës. Nuk kanë rrëshqitur muret mbajtëse të rrugës Kombit. 15 vite investim. Çuditërisht, investimet e kohëve të fundit, të 6 viteve të fundit po i marrim, bypassi i Vlorës ka rrëshqitur. Rruga në dalje të tunelit të Llogaras drejtimi i Marës ka rrëshqitur. Tuneli i Skërficës, në hyrje të tunelit të Skërficës ka rrëshqitje, ka probleme. Rruga Korçërsek ka rrëshqitur. Rajnjer mira jo. Qukës Qafploç ka rrëshqitur në 4 segmente. 4 segmente? Po 4 janë të dhënë transmetuar nga mediat. Unë i kam shkelur në 4 vende të ndryshme. Në 4 vende të ndryshme. Për te asaj çfarë është bërë me projektin, si janë bërë ura, si janë bërë tunela. 20 kilometra rrugë është nuk ajo? Nuk e di se, për që nuk e di, okay. Ajo me sa di unë është tek rreth 40 kilometra rrugë. 39 kilometra. I bie çdo 10 kilometër ka një rrëshqitje. Dhe i ka kushtuar shtetit shqiptar rreth me di korsi, me rrugë e kategorisë parë, i ka kushtuar shtetit shqiptar 260 milion euro. 260. Pa, llogaritë i ka shkuar gati 10 milion euro për kilometër. Të paktën 7.5. Dhe sot aktualisht nuk qëndron. Pse nuk qëndron? Çuditërisht traseja që është bërë, pjesa e trasesë që është bërë në vitin 2009-2011 nuk është dëmtuar. Vetëm ajo që është bërë vitet e fundit. Dhe kryeministri i Shqipërisë kur e ka inauguruar, tha, kjo rrugë na shkoi shumë gjatë sepse projekti ishte bërë keq nga ata më pashmit, na u desh të korrigjojmë projektin dhe na u desh të këtu. Doli që investimi në pjesën që ka bërë qeveria Rama 3 ishte më skandalozi. Dhe në atë segment ka rrëshqitur të paktën në 4 segmente, brenda asaj gjatësie ku ka. Ka hetim për këto Prençi? Ka ndonjë hetim? Patjetër, ka filluar hetimi. Kush e ka marrë përsipër? Prokuroria e Elbasanit apo? Me sa di unë, Prokuroria e Elbasanit, një pjesë e ka Prokuroria e Korçës për shkak të territoreve, por nëse do ketë të implikuar zyrtar të lartë shtetit, normalisht që i kalon Spakut.
I kalon spagu. Patjetër, se ka të bëjë me autoritetin që ka bërë. Mendon se gjenden fajtor këtu? Patjetër që ka fajtor, sepse këtu nuk bëhet fjalë që s'ka fajtor. Jo, ka rënë shumë shi. Realisht domethënë që nga nëntori, edhe deri tani në shkurt, këtë teori shumë ka rënë shi shi dhe ka prish rrugët mos e përmend. Sa shturp na dëgjoj kush. Jo, po e bëj për kontrapedal bisedës, ëh. Shiko, nuk është Shqipëria vendi që bie më shumë shi. Rrëshit e rrugësh mund të thotë dikush ka edhe në vende të ndryshme të botës, bien ura, bien kështu. Kështu thon zyrtarët, kjo që them unë, nuk po e them unë, ëh. Problemi që se po të më pyesësh mua, unë e kam përgjigjen. Këtu që ne nuk ka ra rruga, ka ra sistemi, sepse të gjitha investimet, 30 investimet më të kushtueshme të Shqipërisë në 10 vitet e fundit kanë rënë të gjitha. Ma gjej një që s'ka rënë. Ky është korridori 8, është pjesë kritike e infrastrukturës së NATO-s. NATO-ja kërkon, domethënë i duhet kjo rrugë për ta përdorur për çështje të sigurisë, sepse e lidh me Greqinë, është domethënë ku kalojnë transporte pafund. Atëherë NATO çmendon për këtë. Atëherë le ta kërkoj SPAK-u ose prokuroria ekspertizën e NATO-s, sepse NATO ka inxhinierë të mirëfillt. E bën dhe NATO një ekspertizë. Po le ta bëjnë. Le ta thrasi prokuroria, të kërkojë ndihmë që t'i bëhet ekspertizë. Ka kushtuar kaq, tendri është kaq, na ka ndodhur ky problem. Përse na ka ndodhur? Kanë këllçe që qeveria shqiptare ta kërkojë ekspertizën e inxhinierëve të NATO-s për investimin sa pare paguhen për kilometra dhe pse ka ndodhur kjo? Sepse po të vinë ekspertët e NATO-s në mënyrë kategorike do i gjej nga A-ja tek Z-ja në shkelje. Deri tek ajo që theti përgatitja e betonit me zhavor lumi. Po sa aty kam parë pafundësisht domethënë që vetëm nuk lejohet. Me kushte teknike, të paktën unë që kam folur me inxhinierë, ndoshta më kanë gënjur, po nuk besoj të më kanë gënjur inxhinierët, duhet qakull i bluar. Qakull guri. Për shkak të formacionit që ka çakulli që mba nuk rrëshket, e lidhet dhe nuk ka gur trumbullakët. E kupton? Madje, edhe kur bëhet asfalt, nuk lejohet, është mirë të përdoret kjo. Me çakull, në fakt të asfalti çakull, me çakull. Nuk lejohet të bëhen me gur zalli, me zhavor të përzier. Jo, në përgjithësi me çakull është. Kjo është të paktën çfarë tani rëra e lumit përdoret vetëm për suva. Për sovatime. Për sovatuar. Por jo në mënyrë kategorike për këto tjera. Ka mundësi të letë rikuperimi kjo situatë? Çfarë do na kushtojnë shqiptarëve kjo punë, Prençi? Do na kushtoj patjetër. Çdo punim pa cilësi të kushton sepse kërkon ndërhyrje, kërkon shtesë fondësh, por unë këtu dosha të ndalem pak. Nëse vërtet qeveria shqiptare nuk i ka futur duart në thesin e parave të kompanive, por ju ka dhënë vërtet tenderin konform procedurave legjislacionit ligjore, le të kërkoj që kompanitë ta bëjnë me paratë e veta, ta korrigjojnë çdo punim të bërë gabim me parat e kompanive, në mënyrë kategorike të mos marrë risk qeveria shqiptare, 0. Dhe e dyta, çdo kompani të cilës i kanë rrëshqitur rrugët, muret mbajtëse, pilotat mbajtëse, murat e skarpatave, cilësia e asfaltit, cilësia e urave, të procedohen për të mos patur të drejtë për të konkuruar në gara me fonde publike për 10 vjet. Po e bori qeveria shqiptare këtë, Andi, me ndiq me vëmendje. Ti do t'i përjashtosh gjithë, Prençi. Kush do ndërtoj pas? Do të vinë kompanitë serioze të Evropës. Do të vinë kompani gjermane, kompani italiane, kompani franceze, nga më të ndryshme, le të vinë t'i bëjnë. Shiko, cila kompani... Nuk ndajnë lek me ne. Të lutëm, cila kompani gjermane nuk ta bën 1 kilometër autostradë. Nuk ndajnë lek me ne, Prençi. Jo me 20 milion euro, por me 10. Çdo kompani gjermane të garanton ndaq në mal për të shkuar drejt Kuksit, ndaq për të shkuar në mal drejt Dibrës, ndaq në ulësirën perëndimore për të bërë korridorin e 10. Me 10 milion, ndërkohë që kompanitë shqiptare po e bëjnë me 20 milion. Më ka nga ato teori që thonë, po ne nuk kishim para dhe na u dësh ta bëjmë me partneritet publik-privat. Atëhere, të lutëm shumë. Po? Ne a më shumë para kemi, ne ma mirë që të morim një kredi dhe për 10 vjet ta paguajmë 2 fish, morim një kredi në bankë dhe ta paguajmë 2 fish për 10 vjet dhe do na shkoj
nga 10-20 milion kilometri. Po e din ti se sa na shkon rruga e Thuman Kasharës ne? 1.3 miliard euro për 30 vjet. 1.3 miliard. 1.3 miliard, ndërkohë që investimi nuk është më shumë se 120 milion euro. Dhe po të merrshim kredi në bankë dhe na shkote 200, po ja na shkote 300, po ja 400, 500 po deshe ti. Po prapë është dy fishi. Po jo 1.3. Është me leverdi që të morim kredin në bankë dhe të lajmë 500.000, apo për 30 vjet të punojmë ne për Belinda Ballukun e Bashkimunit. 20 kilometra është. Dëgjoj Andi, unë po them, e di cili është testi i përjashtimit të veprimtarisë kriminale nga zyrtarët e lartë të shtetit, të fillojnë procedurën. Çdo kompani, të cilës i kanë anë rrugët, ti riparoj dhe ndërtoj me standardet Bashkimit Evropian me parat e veta. Dhe një herazi, kur e dorëzon kompania rrugën? Në momenti që është kolauduar dhe shteti e merr në dorëzim? Asnjë rrugë në Shqipëri nuk është e kolauduar. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Tuneli Llogaras është i kolauduar. Rruga e Arbrit e pa kolauduar. Po mirë, po mos ndoshta kjo janë pjesë përgjegjësinë kompanive tani, kështu i bie. Po përse nuk është kolauduar? Po unë s'e di. Po përse nuk është kolauduar? Sepse nuk firmosin inxhinierët duke ditur parat, i thotë. Në një kohë kur e ka marrë përsipër për ta bërë me paratë e veta dhe pastaj për t'i marrë me këste për 30 vite. Ktu qëndron edhe problemi. Le të zhvishën nga kompleksi, le të tregojnë që janë të pastër apo të papastër, të detyrojë me vendim. Kompanitë t'i detyrojnë të bëjnë rrugët me shpenzimet e veta, me buxhetin e tyre, ose për ndryshe, autoriteti rrugor shqiptar të fillojë të vejë në veprim mekanizmin për përjashtimin e kompanive, të cilat kanë bërë ndërtim, kanë bërë investime pa cilësi të paqëndrueshme të infrastrukturës kritike. Dhe përjashtimi të bëhet për 10 vite. Dhe t'i hapet rrugë ardhjes kompanive serioze për të bërë rrugët në Shqipëri. Ne përjashtuam kompanitë amerikane, thash edhe një herë, kështu që pak e vështirë është. Po pse mos përjashtohen kompanitë shqiptare? Pra këtu qëndron edhe themra Akilit, sepse janë të interesuar, sepse aty ndahen parat. Atëre, një tjetër çështje, premçi besoj me këtë jemi okay. Ju më herët thatë që të paktën për këtë çështje të infrastrukturës, që përfshihet infrastruktura kritike, ju propozoni që presidenti i Republikës të paktën të mbledhë Këshillin Kombëtar të Sigurisë dhe të bëhet një trajtim i situatës. Sot aktualisht, 1/4 e Shqipërisë as nuk vjen dot në spitalin Tiranë dhe as nuk shkon dot askush në Korçë. Vetëm një qytetar mund të shkojë. Kryeministri i Shqipërisë që përdor helikopterët e ushtrisë Kugar, sepse nuk i dihet se ku e ka helikopterin qeveritar. Dhe u pa në Korçë dhe në Vlorë me Kugar. Kugari është helikopter që përdoret nga forcat ushtarake për ndërhyrjen në operacionet e emergjencave civile. Po është më i sigurt? Po si helikopter, pra është më i sigurt se ai që ka kryeministri? Jo, po se ka ngatishmëri. Dhe përdori. Ai mund, nëse, shikoj ku qëndron problemi. Nuk qëndron problemi te siguria e fluturimit të kryeministrit. Atë le ta vlerësojnë autoritetet. Problemi qëndron që kryeministri i Shqipërisë mund të shkojë në Korçë se shkon me helikopter. Kurse një qytetar i smur i Korçës nuk mund të vi të bëjë dializë në Tiranë. S'mundet me ardh, duhet shkojë në Greqi, nëse mundet me shkuar. Ose ti bjerë rrugëve alternative. Ju e dini që 35.000 qytetar kanë netur mbi 13 orë në rrugë të bllokuar në Librazht. Në ditën e bllokimit të rrugës, në datën mos gabojmë 20. Kjo na çon edhe tek puna e policisë së shtetit, tek organizimi dhe do duhet a duhet ta mbledhi, a e çmon presidenti i Republikës që është cënuar siguria kombëtare kur 1/4 e Shqipërisë nuk vjen dot në Tiranë, kur nuk funksionon korridori 8, kur nuk ka lidhje me shtetin e pjesën jugore të Maqedonisë në doganën e Qaftanës dhe në zonën e Kapshticës apo në doganën tjetër të jugut të Maqedonisë në Goric, pra apo në Tushëmisht, këtë ta vlerësoj presidenti i Republikës me gjitha autoritetet shtetërore, të cilat janë pjesë e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Por mua më interesojnë qytetarët shqiptar. Të paktën ditë them që rreth 300.000 shqiptarë që banojnë në Ersek, në Korçë, në Librazh, në Prenjas, etj, në gjithë zonat, në Devoll etj, dhe gjithë ata që duan të shkojnë në Korçë apo duan të vinë korçarët në Shqipëri, domethënë është ndërprerë e rruga e vetme e komunikimit korridori 8. Kaq dëm kam përshtypjen as shërbimet që nuk na duan të mirë nuk do na i bënin, se do të kemi parasysh që urat janë infrastrukturë kritike që ruhen edhe mbikëqyren shumë fort, Prandaj unë them, prandaj Andi e çmoj unë të arsyeshme të sjell në vëmendje të presidentit të Republikës që e ka edhe këtë të drejtë.
ta mbledhë Këshilli është infrastrukturë kritike pra. Ta mbledhë Këshilli i Sigurisë dhe ta vlerësoj përse ndodhin këto gjëra, sepse në fundit vetëm mjafton që ta mbledhë edhe aty të debatojnë krerët e shtetit shqiptar, e pushtetet ekzekutive, institucionet e sigurisë, normalisht që do thotë që po vërtet këtu do ndjehen më të përgjithshme edhe kompanitë që bëjnë ndërtimin, nuk do të pranojnë më të japin 50% qeveritarëve. Thonë jo, se duhet me bërë rrugën me cilësi, se nesër. E qartë, na përjashtoni. Kjo problem. Një tjetër çështje që do të ndalemi, kemi këtë çështje edhe një tjetër shkurtimisht në fund, do ndalemi tek policia e shtetit. Drejtoria e standardeve profesionale e policinë e shtetit ka marrë masa disiplinore ndaj ish-drejtuesve të policisë së Lezhës dhe bëhet fjalë për ish-zëvendësdrejtorin përendin policinë e Lezhës Taulant Gjokën dhe ish-shefin e komisariatit Oltion Gjini, po ashtu dhe për ish-drejtorin e policisë Oltion Gjoni, ndjes, edhe për ish-drejtorin e policisë së Lezhës Altin Mena është vendosur ulje në gradë për 5 vite. Tani, këto masa kanë ardhur sepse është gjetur një shtëpi bari, një kazino aty ishte lejuar në qendër të Lezhës. Tani çfarë po ndodh në policinë e shtetit? Shemsi Prençi, është një organizat apo një strukturë që ju her pas here shprehni që i keni dhënë shumë nga jeta juaj. Ç'kupton me këto lëvizje? Për të korrigjuar diçka, antarët e organizatës policisë unë i kam dhënë rinin, sepse e kam patur profesion që në moshën 18 vjeç dhe kam punuar për rreth 28 vite në policisë shtetit. Problemi qëndron që në ato organizat kanë dhënë jetën mbi 250 punonjës policie. Në periudhën e tranzicionit po flas, sepse është kjo që përdorur nga politika. Unë jam i vetmi drejtor policie që kam dhënë ish drejtor policie që kam dhënë dorëheqjen, pasi kam denoncuar korrupsionin qeveritar. Jam larguar, sepse e shisha veten më trim duke vesh gjaketën civile se sa në uniformën e policisë, pasi atje e prorët servil të politikës mundohen të shfrytëzojnë duke të keq përdorur. Unë nuk kam pranuar të çojnë në rrugë të gabuar për si drejtor policie? Të çojnë. Nëse ti nuk je trim dhe i fort për ta përballuar, nëse ti nuk ke autoritetin dhe integritetin tënd dhe moralin, dhe dorëzohesh. Po sot ndodh kjo me të tjerë drejtues? Sot janë shumicat marrën peng. Ne kemi prodhuar, ne kemi drejtorin e policisë shtetit që ka ardhur duke ndryshuar ligjin, duke orientuar ligjin. Shiko, në Shqipëri prodhohen ligje. Proda ndryshoi ligjin? Po ç'lidhje ka Proda ndryshoi ligjin? Prodhohen ligje për t'i dhënë pasuritë kombëtare kompanive dhe bizneseve private, prodhohen ligje për të quar një person që i shërben botës krimit për ta quar drejtor përgjithshëm policie. Dhe ndaj është e pamundur, si ka mundësi, çfarë nuk ndodh në Tiranë, çfarë nuk ndodh në Durrës. Se kemi parë ne Ilir Prodën që të shkarkoj, të penalizoj drejtorin e policisë Durrësit, apo të Vlorës, apo të Firit, apo të Elbasanit, në mënyrë kategorike. Ku shkon Proda? Shkon ke shefi i komisariatit policisë Dibrës, shkon ke shefi i komisariatit dhe zëvendës drejtori Perendin. Shiko, zëvendës drejtori i policisë Perendin, Lezhë Taulant Gjoka është një ndër oficerat me integritet më të lartë. Unë e njoh personalisht Taulantin, sigur ka qenë nga koha që ka pasur, domethënë, ka qenë shefi i trafikut në Tiranë. Është i përgjegjshëm si djalë. Unë garantoj vetëm një gjë. Nëse e ka pas nga paaftësia, le të jepshin masa tjera disiplinore. Për sa i përket implikimit në veprimtari kriminale, për të favorizuar grupe kriminale, Taulant Gjoka nuk e ban. Kur nuk e ban. Atje ju nuk e përmendet është dhe ish zëvendës drejtori Perendin për luftën kundër krimit. Unë 3 përmenda se 3 kisha këtu. Është dhe ai i ndëshkuar zëvendës drejtori Kujtim Gjoka. Kujtim Gjoka, po ndjes zëvendës drejtori për krimet, ndjes. Kam harruar unë ta lexoj. Kam në tekst, po. Është vendosur shtyrje afatit të gradimit. Po. Ndërkohë që ky person është personi përgjegjës për çështjen e kazinove në mes qytetit, se kazinot në qytet nuk i kishin qytetarët. Kush i kishin? Se ka thënë policia e shtetit kush i kishte kazinot. Kush i kishte lojrat e fatit. Se ka thënë kush e kishte 1100 rënë të drogës. E kupton çfarë policie kemi ne? Në qendër policia përgatit komunikatën, njollos oficerët e policisë dhe nuk tregon kush grup kriminal kishte
Shtëpinë e Barit dhe Lojrat e Fatit. Ore, kush janë emrat? Ti mendon që në Tiranë Lojrat e Fatit mund t'i majë Andi Bora? Po jo, nuk ka majë dom. Jo, janë burra të tjerë ata. Po ata burrat e tjerë pra, po për policia e shtetit pse si përmend emrat e atyre? Pra policia e shtetit, drejtori i përgjithshëm i policisë nëpërmjet komunikatës ose drejtorisë marrëdhënies me publikun, dele thot emrat e oficerëve për t'i denigruar, pse janë të gjithë nga Veriu, pa përjashtim të gjithë nga Veriu, dhe nuk thot se i njëjti fenomen qëndron dhe në Vlorë, dhe në Durrës, dhe në Elbasan, dhe në Fier, dhe në Berat, po desheti, edhe në Gjirokastër, edhe në Korçë. Pra nuk e thot këtë drejtori i përgjithshëm i policisë. Por drejtori i përgjithshëm i policisë nëpërmjet drejtorisë marrëdhënie me publikun nuk thot edhe kush i kishte Lojrat e Fatit dhe kazinot. Pse nuk e thot për shembull, nëse ju bëni këtë argument, pse nuk e thot? Sepse, shiko, drejtori i përgjithshëm i policisë e ka përdorur këtë për t'u hakmarrur ndaj drejtorit policisë të Lezhës, sepse drejtori i policisë Lezhës ka bërë një gabim. I ka bërë një mesazh kryeministrit të Shqipërisë, ku ankohet për drejtorin e përgjithshëm që nuk i mbështet në raport me luftën kundër krimit. Ku e dim ne se ku i paguajnë parat grupet kriminale që mbajnë kazino dhe Lojra e Fatin Lezhë, në Shkodër, në Elbasan e tjerë. Ndoshta paguajnë në drejtorit përgjithshme. Dhe mundet që një ditë të bukur ti për të justifikuar këto shkarkime dhe largime të oficerave, e ke bërë për të justifikuar që ja kush na i bën këto punë. Prem që kam një tjetër pyetje. Ti mendon që Lojra e Fatit dhe kazinot paligjshme ka më shumë Lezhë apo ka në Tiranë? Si e mendon ti? Po me shumë e thjeshtë. Atëherë të lutem shumë. Ka më shumë Lezhë apo ka më shumë Durrës? Nuk ka lagje Durrësit që s'ka kazino. Janë qytete të mëdha, kështu që. Atëherë, nëse drejtori i përgjithshëm i policisë nuk është i marrur peng nga grupet kriminale, le të filloj t'i godasë në Tiranë, t'i godasi në Durrës dhe pastaj çojë Lezhë. Le ta shkarkoj nga detyra ta fuz dhe në burg Altin Menën. Po jo ta bëj shembull Altin Menën për grupet kriminale, të cilët e din shumë mirë Ilir Proda, që i ka favorizuar ish ministri i drejtësisë Ulsimania si drejtuesi politik i qarkut Lezhës. Dhe ju ka kriju këtë hapësirë. Për të ngritur kazino, për të ngritur Lojra Fati, me qëllim që ti shpërblenin për t'u dhënë vota. Okej, këto janë pretendimet që ju keni. Jo, si kam unë. Mirë, dakord. Si kam unë, i ka organizata policisë. Okej, në rregull. Shiko, unë ta thash, ca që mbajnë uniformën, po, janë të trembur kur rrinë në uniformë. Unë kam zgjedhur rrugën e trimërisë me xhaketën time. Po të kisha mbaja uniformën, edhe unë do isha me frikacak, se do bësha servil për t'i shërbyer reprorit. Por jo, se kam pranuar këtë. Integriteti dhe personaliteti im është që unë t'jem qytetar i lirë dhe ta them gjën ashtu siç është. Dhe mua më kanë thënë oficerat, kjo është bërë hakmarrje. Dhe ti merre Altin Mena. Ta ulan gjoka. Oltion Gjoni. Tjetri, ai shefi komisariatit të Dibrës, po janë dëshkuar disa dhe pikëri, po pse nami u bë nga Dibra dhe në Lezhë? Unë jam dakord që Lezhë ka probleme me kriminalitetin, me përplasjen e grupeve kriminale. Po këtë detyrë ka zëvendës drejtori për hetimin e krimit. Po atës çaj kanë bërë, kanë lënë aty. Po prem qikur, policia e Lezhës, me qenë se ju përmendi vrasje dhe ju keni thënë që janë, më thënë, mbi 17 viktima për një periudhë shumë të shkurtër, disa vjeçare. Tani, jo, për 3 vjet kam thënë, vetëm nga një përplasje e 2 grupeve janë mbi 17 viktima. Atë kjo është ngjarje reale. Vetëm për një 5.000 lekë, 7.000 lekë në karburant, midis 2 fisëve kanë ngjarjet ngelin pas bardhur. Kur policia haset me problematika të tilla, që lejohet kazinoja, po themi, lejohet shtëpia e kultivimit të kanabisit, tani a mundet ne të presim të ngrejmë pyetjen që policia pse nuk i zbardh vrasjet? Më thënë, duke sikur na bie edhe si pyetje kjo. Si e gjykon? Andi. Se po më thoshe që për shkak të urdhrave të shefit, një drejtor policie, një drejtor qarku keq orientohet, keq menaxhohet. I bie që gjithë struktura e policisë keq menaxhohet pastaj aty? Andi, është bërë një segment rrugor nga Shëngjini deri në Baksriol të Velipojës, që nuk i kalon më shumë se 12 kilometra. Për hatër tëndë. Ja po e bëm 15, do ndi ta bëm 20. Kosto e ndërtimit të asaj rruge i ka kaluar mbi 70 milion euro. I është bërë jehoën rrugë panoramike e bukur nga kryeministri, nga gjithë këto gazetarët
që marrin malet për bëj një foto dhe një selfie. Dhe çuditërisht kjo rrugë ra. Tani ka ra një segment. E ka bërë kompania që ka bërë Thuman Gasharen. Dhe po kjo kompani sot ka tërhequr rreth vetës 300 punojnës policie ditë për ditë, sepse do të bëjë një fshat turistik në Bakësirriol. Policia e shtetit nuk merret me luftën kundër kriminalitetit, por merret për sigurimin e punimeve të një kompanie për ndërtimin e një kompleksi turistik në Bakësirriol. Ndërkohë që 3 nga familjet e Bakësirriolit me vendim gjykatat të apelit formës prerë janë provuar që janë pronar toke në vendin ku po ndërtohet kompleksi turistik. Çka do të thotë që policia të pakten nga momenti i daljes së vendimit të gjykatës duhet të ndërpresë çdo mbështetje me punonjës policie. Njerëz që s'ka për detyrë ta mbështesë fare kompaninë private, se duhet marr polici private etj dhe duhet t'ia garantoj policia bashkiake, sepse policia bashkiake ndjek zbatimin e projekteve dhe të vendimeve të miratuar nga qeveria ose nga bashkia në territor të bashkisë. Policia e shtetit është vetëm për të shmangur konfrontimet dhe për të parandaluar ngjarjet kriminale. Por që të shkojë policia e shtetit për të mbrojtur makinat e një privati, kjo s'do të ndodhë. Ne kemi tash 2 muaj. Ne kemi 2 muaj që forcat e ndërhyrjes shpejt. Policia e Shkodrës janë komplet në Bakësirriol. Pra, policia e shtetit angazhohet në mbrojtje të interesave të një oligarku ose të një biznesmeni dhe ndërkohë në mënyrë kategorike nuk merret me detyrën dhe misionin që ka. Normalisht që në territor Shkodrës ka me shumicë shtëpia bari, ka kultivimi të bime narkotike dhe në natyrë me shumicë, nga Vërmoshi e deri në Velipoj. Atëherë, policia e shtetit a duhet të merret me këtë problem apo të angazhojë forcat e policisë? Policia e Lezhës a duhet të merret me këtë problem apo me problemin tjetër? E dini ju që janë dëmtuar 4 ura në Lumin Mat, vetëm si rrjedhoi i shfrytëzimit barbar të shtratit të Lumit nga ato inertët që diskutuam ne? Që marrin zhavur. Pa leje mjedisore. Edhe shumica e kompanive janë kompani strategjike që punojnë me fondet publike. Po më thuaj që policia si ndalon? Absolutisht në mënyrë kategorike bile shkoni i ndaron të gjithë ata që kanë lidhje me qeverinë. Duke filluar që nga linja inerteve të Salillarit në zonën e Rubikut e deri te kompanitë tjera që i kanë deri në delta në Adriatik. Pra, atëherë, si mundet që ne të pretendojmë për kontrollin e territorit kur policia e shtetit ndaron çdo ditë kompanitë private që bëjnë punë publike me qeverinë shqiptare dhe kanë linja inertësh. Kanë lavozhiere në shtratin e Lumit Mat dhe e përdorin non-stop 12 muaj në kundërshtim me ligjin dhe nuk merret në përgjegjësi penale për krime mjedisore asnjë nga kompanitë e inertëve. Si është e mundur? Në një kohë kur shteti, pra ka një drejtori në drejtorinë e përgjithshme të policisë që quhet Drejtoria e Krimit Ekonomiko-Financiar kundër korrupsionit dhe pasimit të parave të tjera. E qartë. Kjo akmarrje që ju thoni ka nisur brenda policisë së shtetit, do ta dëmtoj rënd të strukturë këtë organizat? Shiko, para ca ditësh një është përfolur dhe për një përplasje aty në Kupol, jo? Ka përplasje plot. Jo më larg se para 5 ditësh ka dalë një vendim i gjykatës apelit ku një nga ish shefat e komisariatit që i pezulluar i denigruar nga drejtoria e përgjithshme nëpërmjet drejtorisë së standardeve, fitoi gjyqin dhe doli i pafajshëm. Ndërkohë që ai ka dhënë dorëheqje dhe është larguar nga policia e shtetit dhe ka deklaruar që unë nuk punoj më gjallë në policinë e shtetit. Shikoj, nuk është luks të përjashtosh e të largosh ca njerëz me integritet që kanë ngelur policinë e shtetit. Shikoj, policia e shtetit rreth 90% i ka punonjës të rolit bazë, të cilët janë punonjës policie. Ata nuk kanë mundësi të korruptohen. Korrupsioni më i madh i tyre është 2000 lekë për të parkuar një makinë. Nuk i vjen e keqja Shqipërisë. Unë jam kundër edhe asaj. E qartë, patjetër, kundër korrupsionit. Sepse imazhi i policisë shtetit prishet edhe me 2000 lekë. Imazhin, pikpamjet imazhin. Por këtu nuk e kemi luksin që të mendojmë për imazhin që të prish punëtori i policisë, kur drejtori i përgjithshëm i policisë, ish drejtori
të shkone të merren makinë një nga trafikantët e drogës, ky tjetri shkone të vihet në dispozicion të grupeve kriminale për t'u marrë leje ndërtimi, për t'u siguruar policinë, për t'u mbrojtur investimet strategjike si investitor strategjik në komplekse turistike në Bregdet. Pra nuk është ky misioni i policisë shtetit. E nëse drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit dhe drejtorët e policisë qarqeve merren peng nga politika dhe grupet kriminale, qofshin këta edhe kompani ndërtimi, po që janë të miksuar me grupe kriminale, se janë bërë bashkë tani, edhe s'merret vesh kush është i pastër, kush i papastër, atëherë ti s'ke më drejtor policie. Ti ke koordinator të botës së krimit për mbarvajtjen e investimeve në infrastrukturë. Okej, faleminderit Prençi për këtë pjesë. Ndalemi shkurtimisht tek ajo se çfarë po ndodh në Meksik. Nemesio ose Guerra Cervantes është i njohur ndryshe si El Mencho, ka qenë drejtuesi i Jalisco New Generation Cartel, domethënë në Meksik, dhe e vran duke shkaktuar një revolt të paparë të bandeve atje dhe duke djegur qytete, aeroporte, porte. Çfarë ndodhi? Ka që rëndësishme ishte ky personazh Prençi? Ish oficer. Po. Ish oficer special. Si e ndërtoi këtë botë, domethënë si arrit domethënë që gjithë bandat reagojnë. Bram është kapur një punonjës policisë, ish punonjës i policisë shtetit shqiptar në Merdare duke futur 1 milion euro në Shqipëri. Po, në komisariatin 5 të Tiranës punonte. Sot është përjashtuar nga radhët e policisë. Po ç'lidhje ka, kjo nuk ka fare lidhje. Jo, po ta jap për informacion. Po e kam këtë informacion. Problemi qëndron kështu. Grupet kriminale janë shumë të kujdesshme në rekrutimin e antarëve të grupeve. E rekrutimeve. Në rast se policia e shtetit në procedurën e rekrutimit të policëve të ri e mbyll një sy edhe një vesh, edhe i merr policët 30 kg që t'i merr era, pa kritere fizike, mendore, intelektuale. Por i merr në radhët e patronazhistëve për të plotësuar tekat e organizatave të partisë. Grupet kriminale janë standarde, me procedurë standarde. Përzgjedhin njerëzit që janë të aftë për të kryer një punë. Studiohen. Edhe Guerra Cervantes, një ish oficer, i talentuar, i forcave speciale, i futur në lojën e favorizimit të personave që merreshin me punë paligjshme, i pa lezetin paras. Dhe pastaj kjo u bërë kapoja më i fuqishëm në Meksik për çështjen e trafikut ndërkombëtar të drogës, saqë kishte një varësi piramidale dhe horizontale të strukturës pas të paktën 15 vitesh, po themi, që kalonte shifrën e punonjësve të policisë shtetit shqiptar, që është 12.000. Dhe ndaj dhe kur shteti i Meksikës bashkë me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar ndërmori operacionin për të goditur këtë kartel të drogës, Cervantesin, çuditërisht angazhoi 9.500 forca. 9.500 forca? Policie, forcat ushtrisë, forca speciale, dhe ndërkohë numri më i madh i viktimave ndodhi në radhët e policisë dhe të ushtrisë për shkak të ndezjes të reaksionit zinxhir të pjesëve të kartelit të Guerra Cervantes. Kjo është e çuditshme, sepse atje flet paraja. Pra në rast se punonjësi i policisë shtetit dhe merret me rrogën që kënaqet kryeministri jon me 570.000 lekë vjetra ose 570 euro, edhe thot kemi rroga më të mira në Ballkan, normalisht që antarët e grupit të celulave më të vogla, më ekstreme të kartelit të Guerra Cervantes, normalisht kishin përfitime nga 100.000 euro në muaj. Dhe nuk bëj fjalë që fondet dhe parat që dispononte karteli i Guerra Cervantes e kalonin shifrat e ishin mjaftueshme për këto buxhetit të Meksikës. Kemi parë në këtë kontekst, e tregoj që përplasja, edhe pse vërtet vlen për të përshëndetur, që u godit pa dyshim mos themi më i madhi, një nga kartelet më të fuqishme të drogës, koka e një nga kartelet më të mëdha,
Ushtria meksikane dhe policia meksikane humbi shumë. Janë vrarë mbi 60 veta. Po, Çka do të thotë që bandat përse reaguan? Domethënë kaq varësi kishin nga Elmenço, domethënë nga ai reaksioni zinxhir pra, sepse kur bjen në koka është një lloj që siç populli shqiptar filloi të vajtoj kur vdiqën veri. Duke qarë. Kemi ngjashmërinë me Meksikën në një moment, nëse dikush do vrite një kapo bande. Ke parti po të shajsh kryeministin e Shqipërisë të urrët ushtria e patronazhistëve dhe të bën është një grup komente. Kjo është një grup aty që reagimi zinxhir që patronazhistët e Partisë Socialiste sa të shash kryeministin të urrën edhe të shfyjnë. Ata nuk do të dalin të bllokojnë makinën në rrugë, po dalin të shajnë në rrjetet sociale. Pa kjo është reaksioni zinxhir i tifozëve ose i njerëzve që përfitojnë nga situata. Përfitojnë nga situata. Situata kriminale, ishin përfitues financiar të drejt për drejt situatës kriminale së Guerras Elvandas. Kemi ndonjë ngjashmëri me Meksikën për mënyrën se si çfarë do të ndodhi, çfarë ndodh ka ngjashmëri të grupeve kriminale me ato mënyrën se si funksionojnë atje strukturat? Po, dhe nëse vërtet do të krijohen kushtet e mjaftueshme SPAK-ut për hetimin e grupit Balluku në sistemin e abuzimit me fondet publike në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë Elektrike. Sepse s'ka plas akoma çështja e energjisë elektrike, po të plasi shpejt, blerje dhe shitje dhe këto. Dhe dosja e Akshit do kuptojmë që ne jemi më keq se situata jo vetëm në Amerikë me Epsteinin, me çështjen Epstein, por edhe me çështjen e Meksikës, sepse në Shqipëri pastrimi i produkteve të veprës penale, për të cilën Ministria e Infrastrukturës ka dorën e vet, do merreshin vesh shumë gjëra në Shqipëri se si është punuar nën rrogos për shkatrimin e Shqipërisë, të Tiranës, të Bregdetit shqiptar, me paratë e paligjshme, me pastrimin e produkteve veprës penale, të ndihmuar nga zyrtarë të lartë, duke filluar qoftë edhe nga kryeministri i Shqipërisë. Por mos harrojmë se kohët e fundit, kryeministri i Shqipërisë i ka pas deleguar të drejtën e firmës zëvendësë ministrës, edhe ajo bilës në një moment caktuar para një vit e gjys, pa të marrë një vendim të çuditshëm që 15 kilometra nga Rinasi nuk lejon të jepi asnjë leje ndërtimi, pa marrë leje tek autoriteti. Është infrastrukturë kritike dhe ajo është. Po, pra çka do të thotë që është një rrjet kriminal që ka dashur të vjeli shqiptarët në çdo pikpamje, edhe në pikpamjet pastrimit parave, në pikpamjet lejeve të ndërtimit, domethënë që e lidhte me aeroportin e Rinasit, po harruan që 15 kilometra nga Rinasi. Pra po thua që ngjashmëri kriminale tipike me krimin mund të mos kemi, por vjedhjet i kemi më të mëdha. Kemi grupet e drogës vje keq. Trafiku që bëhet nga Meksika, Amerika Latine deri në Amerikë, që bëhet edhe në Evropë, normalisht në Shqipëri me shumicë pastrojnë paratë publike. Po nuk mund t'i pastrosh paratë publike, po nuk morë statusin e investitorit strategjik, që të përjashtohen nga taksat, nga tatimet, nga tjeret për 15 vite, a 10 vites sa e kanë, dhe nuk mund është ti të pastrosh paratë nëse nuk merr një leje ndërtimi 25 kaça apo 40 kaça mes Tiranës. E keni parë ju se sa ku. Po që se do marrim firmën më të ndershme në Shqipëri, një kompani ndërtimi që ndërton brenda Unazës Tiranës, ose po themi brenda Unazës madhe, ish qytetin e Tiranës, më mirë themi, duke filluar nga Lapraka, edhe shkojmë deri në Sauk. Merre një kompani më të ndershme dhe bëj një analizë financiare. Po parat mund me proporcion aritmetik, po jo me proporcion gjeometrik, u shumë mo kanë parat. Shumë si Prençi, falenderoj shumë. Prandaj edhe them që ne me të vërtet kemi një SPAK me 20 prokuror edhe 120 oficerat BK-s, por kriminalizimi i qeverisë shqiptare, i qeverive shqiptare po deshe, i qeverive shqiptare, që mos themi që se na trajtojnë një po majta se djatha zgodet. Nuk e duan fare se nuk e bëjnë. Inkriminimi i qeverive shqiptare në 35 vite. Inkriminimi i shoqërisë shqiptare, sidomos i biznesit favorit që flen bashkë me qeveritarët, ka quar në domosdoshmërinë jo për të patur një SPAK, po sikur të kishim 100 SPAK,
Dhe manë vështirë se ne do të dalim nga kjo situatë ku jemi katandisur. Që qytetari i ndershëm, i ngelet vetëm të haj bukë, të pi ujë, të fle gjumë edhe të mos hapi gojë.